illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdrimet, adhurimet tona i tokojnë Allahut të mënduar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër besimtar, edhe sot në këtë hutbë do të vazhdojmë me lejen e Allahu xhallahu ala të shpalosim vlerat tona. Ato të cilat Zoti xhallahu ala na i shpalli në librin e tij dhe përmes të dërguarit të tij. Këto vlera të cilat na formojnë dhe na ndihmojnë që në jetën e kësaj bote ta luajmë rolin e kërkuar nga ne si krijesë e privilegjuar e Zotit xhallahu xhelaluhu, dhe këto vlera që nesër na bëjnë që dalim faqebardh para Zotit xhallahu xhelaluhu. Kemi thënë disa herë gjatë trajtimit të kësaj teme se ajo që njeriu e bën njeri nuk është pamja e tij, nuk është zëri i tij, nuk është asgjë nga ajo që duket dhe ndëgjohet, por në esencë dhe realisht ajo që e ndërton njeriu si duhet dhe i haruan njerëzin si duhet, janë vlerat që ai përfaqëson dhe në hijen e tyre ai jeton dhe vepron. Sot do të flas për një vlerë të rëndësishme e që padyshim ka ndërlidhje të madhe edhe me një datë që tashmë anë e mban Kosovës po festohet dhe po manifestohet në forma të ndryshme. E dini se vendi jonë Kosova, pavarësia e saj të mbush 9 vite të plota. 9 vite do të që shënuan një akt me të vërtet të rëndësishëm për këtë vend dhe këtë popull, pas shumë sakrificave, pas shumë mundimeve, pas shumë përpjekjeve të ndryshme me çmim të lartë, me kosto në gjak dhe njerëz, në pasuri dhe gjithë atë që pat ky popull e pagoi që sot lirshëm të shënon ditë të këtilla. Padyshim se kemi fol edhe në raste të tjera për këtë datë dhe si duhet ne si besimtar ta kuptojmë realisht dhe si duhet të vazhdojmë më tutje udhëtimin ton drejt këtij misioni që ende nuk ka mbaruar. Prandaj është e vërtetë ndërlozur se ne nga një pushtues zullumçar, i cili me makinerinë e tij vrastare nuk kurse asgjë që të na dëmton. Deshti Zoti xhallahu xhelaluhu dhe pastaj me përkrahjen e njerëzve të vullnetit të mirë, deshti Allahu xhallahu ala që sot nuk i kemi ata mbi kokat tona. Ne dalim lirshëm, ne lëvizim lirshëm, ne punojmë lirshëm, por megjithatë mbet ende për të punuar shumë. Por a ka përfunduar procesi i pavarësisë me pavarësinë e tokës dhe largimin e pushtuesit? Padyshim se jo. Sipas asaj që na mëson Zoti xhallahu xhelaluhu dhe porosive të pejgamberit alayhi salatu wasalam të nderuar, largimi i pushtuesit i cili ta ka zaptu tokën dhe të ka dalë në rrugë nuk lën më u zhvillu, padyshim se nuk është i lehtë, është i vështirë, por largohet ai. Ekzistojnë disa pushtues të tjerë që nuk janë zaptues të tokës. Ekzistojnë disa pushtues që nuk na e kanë zënë rrugën në aspektin e jashtëm që ne i shohim, por disa zaptues të brendshëm dhe pushtues të brendshëm, të cilët po na pengojnë që ne ta manifestojmë pavarësinë tonë si njerëz si qenje. A nuk është rab dhe i pushtuar ai i cili e ka pushtuar vesi i keq dhe epshi dhe i cili e din se bën keq po nuk mund të ndahet nga keqja, e ky a ka nevojë për të shpallë pavarun? Padyshim se po. Nga se mendja e njeriu, logjika e tij,
besimi i njeriu të nderuar vazhdimisht është në luftë për këtë pavarësi, sikur që ne kemi qenë. Mendja e njeriu nuk pranon të robnohet nga epshi. Besimi nuk pranon të robnohet dhe pushtohet nga vesë të këqija. Vazhdimisht bën luftë, ndërsa ne jemi ata që vendosim se kush do të ngadhnjen përmes vendosmërisë tonë dhe përmes këmbguljes tonë dhe insistimit tonë që të formohemi dhe të jemi të pavarur, të vendosim në bazë të arsyes dhe besimit tonë, jo në bazë të kujtës dhe lakmisë dhe pangopsisë. Andaj në këtë të dytën, besoj që çdo kush prej juve pajtohet me mua se kemi ende rrugë për të bërë, dhe kemi ende punë për të bërë, dhe kemi ende betejë për zhvilluar, që të lirohemi dhe të pavarësohemi nga shumë vese dhe punë të këqija që fatkeqësisht edhe këtë pavarësi të tokës që kemi arrit nuk po na lejon që ta gëzojmë si duhet, bile s'paku me atë gëzimin që e kemi prit dekada dhe shekuj me radhë. Mirë po, në anën tjetër të nderuar, përkundër asaj që ndoshta ka shumë çka të flitet në aspektin e tmeteve dhe mangësive. Dhe çdo vit që po vije kjo datë, njerëzit po janë më të zhgënjur dhe më të zhgënjur. Vazhdimisht, fatkeqësisht, po paksohet dhe po bie niveli i optimizmit dhe po rritet niveli i zhgënjimit. Madje para pak kohë patëm një manifestim kolektiv të këtij pesimizmi, ku njerëzit posa pak u hapën disa dyer, vendosin me braktis këtë vend që ndoshta deri dje se kanë braktis për kush e diçka. Dhe në çfarë do dhunë dhe presioni morën rrugën me dalë për këtij vendi. Dhe shumë të rinj i ndëgjojmë sot se posa të hapen kufit dhe ndoshta e gëzojmë edhe neja që e gëzojnë fqinjët tonë nga lëvizja e lirë, kanë vendosur që tani me lshu këtë vend dhe me ikë. Kujt më alon? Mbi bazën e çkafit flasin kështu. Mbi bazën e zhgënjimit dhe një pesimizmi që fatkeqësisht deri diku nuk kanë faj. Kanë arsye, i kuptoj këta tri se nuk shohin perspektivë, nuk shohin të ardhme, nuk shohin punësim, nuk shohin vlerësim, nuk shohin arsimim e kështu me radhë. Mirë po, mbi gjitha, a duhet besimtari të jetë i zhgënjur? Apo është vlerë e jone pandar optimizmi, që nuk duhet asnjëherë të dorëzohemi, sikur që nuk kemi dorëzuar kurrë. Dhe tashmë kur kemi ardhur në majet e ndërtimit, vazhdojmë edhe më tutje, por ta kuptojmë drejt optimizmin. Është vlerë e jona e besimit, është vlerë e jona edhe këtij populli, të jemi optimist, të kemi ymët dhe shpresë, mirë po shpresë si duhet, ymët me kuptimin e duhur, optimizëm produktiv, jo imagjinar, jo me iluzione, jo me ëndra, por si duhet. Andaj, të nderuar Zot, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembulltyra më e mirë si duhet një njeri me optimizëm dhe këmbgulje me i dal, me i rënu të gjitha sfidat dhe barierat, dhe përkundër situatës së zëmt dhe errësirës dhe tunelit të gjatë, përkundër të gjithave, vazhdon me tutje. Më lejoni të përmend disa raste vetëm nga jeta e tij, që të kuptojmë drejt se çfarë vlere është optimizmi në Islam, por edhe si duhet kuptuar drejt, dhe ta ndërlidhim këtë optimizëm me pavarësi, që duke i binjakëzuar këto dyja, të vazhdojmë rrugtimin më tutje, jo që të ikim, jo që të braktisim, po të mbesim, sikur se kemi mbetur gjithmonë. Të nderuar, Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk e pat let. U dërgua tek një popull që e kishin katandisur të këqijat, e kishin marrë zezat nga gjitha anët fatkeqësisht. Ishte i vetmi besimtar në mesin e tyre, para mendoni. I vetmi i cili e lufton të keqen, i vetmi. Dhe vazhdoi. Pat rezistencë të madhe, pat presion të madh, madje edhe dhunë ushtruan mbi të. Mirë po çfarë thonte? Në shpellë ku përkohësisht u strehua, jo për të ikë, po për të mbledh fuqi dhe energji që të kthehet prapë më i fuqishëm, kur u afruan ta kapin dhe t'ja ndërprejnë misionin, çfarë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Shoku të tij Abu Bekrit, i cili i shqetësuar me këtë situatë, jo për veten e tij, për shokun e tij, për më dashnin e tij, për Muhamedit alayhi salatu wasalam, tha ja Rasulullah,
janë aq afër. Madje në qoftë se ndokush prej tyre shikon të këmbët e tij kamën e kap, para mendoni se afër ishin. Çfarë tha Muhamedi alayhi salatu wasallam? Tha la tahzan inna Allah ma'ana. Mos u dëshpëra, mos u mërzit, mos u zhgënje, nga se Allah është me neve. Ne as kujt keq si kemi bo. Dhe ne nuk po dojmë asgjë pas atë që na takon neve. Dhe ne jemi mundu, dhe kemi përpjek, dhe kemi dhënë mundin ton, andaj kemi të drejtë të themi se Allahu është me neve. Prandaj optimizmi nuk është fjalë që thuhet, po është vlerë dhe nuk duhet të ndahet kurrë prej neve. Mirë, po është aktivitet, është angazhim, është vizion, është punë, është lodhje, është ambicie, është vullnet, është vendosmëri. Ky është optimizmi i duhur. Kështu ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj kështu ai na ka mësuar. Gjithashtu të nderozur Muhamedi alayhi salatu wasalam na mësoi që nuk është optimist i duhur se ka ngulit këtë vlerë në shpirtin e tij dhe në zemrën e tij njeriu i cili optimizmi i tij nuk te i kalon kufet e tij individual. Është optimist apo e kundërta për atë që bëhet për interesin e tij. Na ka mësuar që shikojmë për te vetvetes, të shikojmë në gjenerat që vinë, të punojmë sot e të angazhojmë, edhe në qoftë se nuk e gëzojmë atë që po e kërkojmë, s'paku le ta gëzojnë fëmijët tonë, le ta gëzojnë gjenerat e ardhshme, ja vlenë, meritojnë që ne të jemi optimist për ta, edhe në qoftë se neve na ka kapluar e keqja dhe na ka kapluar ajo që padyshim po na pengon të ecim përpara. Pejgamberi alayhi salatu wasallam shkoi në Taif, të nderozur, në qytet afër Mekës, shkoi me i thirr njerëz në fenë e Zotit. A dini si e pritën? Jo me lule, as me trëndafila, as me dhurata, e pritën me gur, e pritën duke e gjakos, e pritën me fyrje, me sharje. Për çka? Vëllai nuk ka kërkoj karrikat, e as pushtetin, e as nuk shkoj t'ju thot ka marrë më marr parat, e as pasun, asgjë. Tha ka marrë më mësu me jetu si njerëz. Ka marrë më u liru nga këto bestytnit të idhujve dhe gurve, ti ktheni Zotin Xhella Xhelalu. Për këtë, për të mirën e tyre dhe kështu u prit. I gjakosur, i braktisur, e i goditur, u dëbua nga i vend dhe ishte në një situatë me të vërtet vështirë. Zoti xhallahu ala ja dërgoi melekun. Para mendoni në këtë situatë kur dikush deri në këtë mast në çman, deri në këtë mast për buzë, deri në këtë mast sa që të përgjak dhe të vjen një melek, të vjen një rob i fuqishëm i Zotit xhallahu ala dhe thot: Zoti xhallahu ala, çështjen e kodrave dhe bjeshkve ma kalon mundur. Nëse ti e pleje, une dy kodra që këta i rrethojnë, i përmbysin mbi kokat e tyne. Kush prej neve në këto situata nuk do të thonte, po, mjaft mo, te përduruam, kush nuk thot kështu? Ndoshta çdo kush prej neve po, por nuk tha kështu Muhamedi alayhi salatu wasallam. Shikoni, ai ishte i gjakosur, po, ai nuk shihte për veten ndoshta për momentin perspektiv, po nuk shikoi në interesin individual, nuk shikoi në vetën e vet, shikoi tek gjenat e ardhshme, çfarë tha? Kella. Asesi, jo nuk bën me i myt, as me i shkatru, edhe pse këta tentuan me më shkatru mu. Thënë nga se ka mundësi që Zoti xhallahu ala nxjerr nga bitë e tyre, nga nipat e tyre, nga mbeset e tyre, ta atit të cilët do ta kuptojnë pak më ndryshe misionin dhe ofertën time. Dhe kështu ndodhi. Prandaj, optimist është ai i cili po i ndërmerr masat, po mundohet, po përpjeket, por gjithashtu edhe shikon për te vetvetes, jo sot dhe për nesër, por shikon pak më tutje, për pas nesër, e për vitet e ardhshme, për gjenat e ardhshme. Prandaj ja u kemi barq dhe kemi ndaluar zhgënjimin jo vetëm për veten, por edhe për ata që vijnë pas neve. Prandaj të ndërlozë kërkohet optimizëm përkundër ndoshta zymtësisë që ne ka kapluar, përkundër shumë tmetave që kemi. Padyshim se nëse shikojmë në anën tjetër, ka të mira, ka përparime, ka zhvillim, nuk duhet të mësojmë si besimtar të shikojmë vetëm në anë të errta, por duhet shikuar në anë pozitive, sikur na mësoi pejgamberi alayhi salatu wasalam, jo për të pajtuar me të keqen kurr, por për t'i dhënë vetes shpresë që të vazhdohet më tutje.
Andaj Allahu xhallahu ala na ndihmoft. Dhe Allahu na ushqef me optimizëm, por i cili është konstruktiv dhe produktiv. Një optimizm i cili te i kalon individualizmin dhe vazhdon më tutje për të përfshi gjeneratat e ardhshme që vinë pas neve. Zoti na dhash në barën këtë vend dhe na mundësof që të gëzojmë mirësitë dhe atë që Zoti na dha, edhe ne edhe ata që vinë pas neve. Kërkoni falje nga Allah, nga se Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të ndërlozër, në lidhje me atë që e thamë edhe para hutbës së xumas. Personi i cili dha sadaka, u mundu që t'jap. Mirë po ja që 3 herë me radhë nuk ran duart e duhura. Çfarë ndodhi në fund? E rëndësishme është se Zoti xhallahu ala i tha Allahu ta ka pranuar sadakan. Andaj nga kjo ne kuptojmë shumë si pikë përmbyllëse të kësaj teme që po flas në hutbë për optimizmin. Përpjeku, jep e mundin. Edhe në qoftë se nuk i sheh rezultatet. Edhe është e pamundur mos më i pa, po edhe në qoftë se nuk i sheh rezultatet. Nuk i sheh sa ke dëshirë, madje nuk sheh fare rezultate. Prapse pra bën mirë. E rëndësishme është se Allahu nuk ta humb mundin. Kjo neve na duhet. Të ndërmozër, kena me lëshu këtë dunja. Wallahi dikush sot e dikush nesër. Kena me shku pe kësaj bote dhe nuk kemi me marr asgjë përveç punëve të mira që kemi bërë. Dhe Zoti na ruajt atyre të ligave që nuk kemi pendu pe tyne aftë. Prandaj nuk të duhen dekoratat, nuk të duhen lavdatat, nuk të duhen çmimet, nuk të duhen shpërblimet e kësaj toke. Të duhet kënaqësia e Allahut dhe të duhet shpërblimi i Allahut. E këtë kimë e marr gjithsesi, edhe në qofse nuk ke po asnjë rezultat pozitiv nga angazhimi dhe veprimtaria jote në kësaj bote. Mos bëj gale. Edhe ai dha sadaka, por shkoi në duart e gabuara. Shkoi tek ai që kishte profesion hajnin. Shkoi tek ajo që ishte lavire. Shkoi tek ai që ishte i pasur. Mirë po, edhe pse ja huqin persona, nuk ja çoj Allahu mundin poshtë. Dhe ky është optimizmi, që besimtari ta synon shpërblimin e Allahut dhe kënaqësinë e tij me bindje se sa e bën një punë mirë, kurrën e kurrës nuk ka më hub te Zoti xhallahu ala. Prandaj, në qoftë se jemi të lidhur me Zotin dhe i lidhëm përfundimet me Zotin xhallahu ala dhe motivi jon është shpërblimi nga Allahu xhallahu ala. Dhe motivi jon është kënaqësia e Allahu xhallahu ala. Me lejen e Allahu xhallahu xhelalu, me dhjetra dhe me qindra tonelata zhgënjime po derdhen mbi ne, do t'i ja dalim, do t'i bartim. Përkundrazi, do të gjejmë një vrim nga ku dhe për të ndrita e shpresës dhe optimizmit. Kështu na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe këj duhet t'i vendi, dhe këj duhet kësaj pavarësie, dhe këj duhet kësaj të arritura që të vazhdojmë tutje. Jo veç me ankesa, jo veç me fyrje, jo veç me akuza, jo veç me gjykime, po çdo kush prej neve, para se të kërkon nga dikush tjetër me kry obligimet, dhe të kryen ai obligimin e tij. Po, është e vërtet se ata që kanë marrë përsipër me udhëheq këtë vend kanë obligim madhor dhe përgjegjësi, jo vetëm për këtë kohë, por për gjitha gjeneratat kanë përgjegjësi si po udhëheqin këtë vend. Çfarë vendime po marrin dhe si po e shpërblejnë gjakun e dëshmorëve për vitet në vijim. Po është e tyne përgjegjësia, por a është vetëm e tyne? Jo. Çdo kush më ka përgjegjësi. Prandaj krye përgjegjësinë tonë, krye punën tonë. Ti edukoje fëmin tënd, ti bënu i mirë. Ti ndërtoje familjen që duhet, e unë, e ai. Me lejen e Allahu xhallahu ala, familja tona do ta përbëjnë shoqërinë. Dhe ajo shoqëri pastaj do të jetë ajo që ne synim dhe e kërkojmë. Kur çdo kush e luan rolin e duhur. Prandaj optimizmi është vendosmëria, optimizmi është produktiviteti, optimizmi është vazhdimi më tutje, optimizmi është puna, angazhimi, ndërmarrja e masave të duhura. Optimizmi është tejkalimi vetvetes. Optimizmi është shikuar i larg. Edhe optimizmi është të ndrozëm u lidh me Zotin xhallahu ala, me kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala, dhe optimizmi është që çdo kush t'i kryen detyrat e shtëpisë, detyrat e veta. Kudo që je, a je në punë apo nuk je në punë, je në rrugë apo në familje, kudo që t'jesh, ti ke obligim te këtij vani. Prandaj krye obligimin tënd ti si duhet, mos si këtë të tjerët.
nga se çdo kush do t'jap për veti përgjegjësi para Zotit xhalla xhelalu. Dhe kështu të organizuar, dhe kështu me këto kuptime, me lejen e Allah xhalla wala e mbjellim këtë vlerë të rëndësishme, vlerën e optimizmit, vlerën e shpresës që të vazhdojmë tutje, nga se kur njerë më parë ndoshta më tepër nuk kemi pas nevojë për kuptime të këtilla, për këtë optimizëm që të vazhdojmë tutje dhe dash Zoti që jo vetëm 9 vite, por edhe sheku e dekada, Zoti bëf që në këtë vend të lulëzon liria, e mirësia, e paqja, e toleranca, e mirësia, e mirëkuptimi, e dashuria, edhe dhimbshmëria, e gjitha ato që na duan si shoqëri për të ecë përpara. Allahun e madh elos që Zoti xhallahu ala të gjithët na jap të mbarën, në veçanti Zotin e lut nga ky vend i madh që Zoti rinit në harun nga dukuritë negative. Lut Allahun xhallahu ala që këtë pesimizëm në arsimim që ka kaplu rinin ton, Allah t'u kthen në optimizëm. Zoti xhallahu t'u jap vullnet rinis ton që të bën shembull i shkencës, e i dijes, e i angazhimit, e i ndërtimit si duhet, dhe neve të na ndihmon t'i përkrahëm, e t'i shtyjmë përpara dhe t'i ushqejmë me optimizëm dhe motivim, sikurse dikush neve kur kemi qenë në moshën tyne na ka inkurajuar dhe na ka motivuar. Allahu xhallahu ala na i shroft të smurët tanë. Allahu xhallahu ala çdo njeri që ka borxhe të nderoz, Allahu ja lehtëson borxhet me i kthy. Allahu xhallahu ala çdo familje që është në konflikt me dikën, çdo person që ka mospajtim, Allahu i pajtohet me zvete. Allahu na lëshë me ndal vrasjen në mesin ton, me ndal gjakderdhën, mjaft kemi derdh gjak. Jemi në mungesë të gjakut e jo në pasuri që derdhim poshtë për pjetë për gjëra banale, ta ndalim këtë. Allahu e ruajt nderin ton dhe moralin ton, dhe Allahu na bëft bashk në ndërtimin e këtij vendi që t'ia dorëzojmë atyre që vinë pas neve faqebardh, e të cilët këndojnë rahmet për neve, na përmendin se kemi qenë të vetëdijshëm dhe kemi qenë të përgjithshëm dhe kemi qenë me të vërtetë në nivelin e duhur të asaj që Zoti xhallahu ala ka porositur na ka ngarkuar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.